Profesor, ju kemi parë që keni protestuar lidhur me, po themi, lumin e ujin e Tragjasit dhe të Kuqit. Si po shkon, po themi, protesta, aktivizimi i banorëve kundër këtij, po themi, marrjes së ujit të Kuqit dhe Tragjasit? Shiko, pyetja juaj tamam ashtu është marrja e ujit, bile është më e rëndë se marrja, se është grabitja e ujit. Sepse në përgjithësi, lumenve mund të arrihet t'ju marrësh rreth 30-35% të sasisë i qëllim energjie, të cilën e kthen përsëri në lum, mbas x kilometrash. Dhe pikërisht këtë kemi mundur të kritikojmë që si ka mundësi që të merren këto lumenj për hece, po sepse nuk merret 30-35%, po merret 98-100%. Dhe nga hecet, neve kemi sot lumenj malor të Shqipërisë, nga Valbona deri në Konispol, që të gjitha të marra për qëllime energjie në sasinë e tij më maksimale, ku nuk ka më një pikë uji të mbetur në lum. Kjo është një rast. Në rasti konkret, si në Tragjas, edhe në Kuq, lumi ose ujit e lumit merret që në buronja, prandaj quhet buronja të Kuqit. Merret që në buronja të Tragjasit, që quhet izvor, që do të thotë vend me ujë dhe izvori. Dhe këto lumej nuk është thjesht që si thotë zoti kryeministër, që 300 litra më mirë, çka keni më thotë, 300 litra në sekond marrin ato që quhen bizneset caktuara në Bregdet. Nëse ju keni 11 litra në sekond. Pjesa tjetër ka 10 litra, se janë 37 shatra poshtë Kuqit dhe më shumë se 15 shatra poshtë Tragjasit. Janë më vete, lumej më vete. Dhe ju vlihet nga 10-12 litra në sekond për ata banorë që janë në fshatra sot. Por në fakt është një gjë shumë herë më e madhe se kaq. Të cilën e kam thënë herën e fundit në protestën që bëm lidhur me lumin e Kuqit, lumin e Vlorës, ku atje fola ashpër, fola për të ngritur apo nxehur apo për të nxjerr atë lloj energjie të fjetur, që unë i quaj energji e fjetur e qytetarëve të lumit Vlorës, që të marri ujin dhe ti të ngrihesh në atë numër të kufizuar 10, 30, sot karale ishin edhe 100, dhe ngrita zërin fort për të ngjitur sadopak ata, sepse nuk ka gjë më të tmerrshme, ku edhe pushtuesi nuk e ka bërë. Që të marrësh ujin e lumit në buronja e Kuqit, ujin e izvorit në buronja të Tragjasit, ta qosh më shumë se gjysmën, ose edhe gjysmën, ta qosh në një drejtim tjetër, në një drejtim jo të paditur në thonjza, por në një drejtim të devijuar përjetësisht, kujdesëm, përjetësisht, kjo është shumë e rëndë, sepse ata si punë e Rockefellerit me gjyshin e Bill Gatesit, që nuk u mjaftuan të pasuroheshin me naftë, me farmaciti, po pasuruan me të drejtën e ujit. Edhe këta sot, këta nuk është puna që merr gjysmën, 300 litra, la dhe 300 për të tjerët, por ai merr të drejtën e ujit, ai merr aksionin e madh, ai ka marrë tokën, sepse toka nuk ekziston pa ujë. Pra nuk ka marrë thjesht ujë, o ju vlonjat, o ju kuqot, që deri sot keni dashur të delni me autobus, se nga jeti thaj, nga Luqa thaj, unë jam nga Kuqi thaj, edhe duan që dalin gjithë të parë me autobus anash, që thënë, ku janë sot? Bijt dhe burrat e Kuqit, këta që janë në Tiranë, këta që janë në Amerikë, këta që janë në Vlorë, këta që kanë ngelur atje në lumë, ku janë të soti? Që thonë që që ti bëjmë djali ton, nipi ton për kryeministrin, se ai po e tha, ai e bëndi. Shiko me qaj energjie negative nisem. Dhe unë mbajta një qëndrim, ndoshta nuk them fjalim të bukur, po një qëndrim edhe të ashpër, edhe me pak ton agresiv për të nxitur sadopak atë ndjenjë që i kanë ngelur banorëve të lumit Vlorës, dhe unë vajta herën e fundit për herë të 10 të vajtur me kohën time, me energjinë time, pa projekt, pa pasur në një ide projekti me ata ose për ata, dhe kam vajtur disa herë, po këtë radhë mendova të vija prapë sepse më thanë që do ngrenë çadra. Mendova që duke ngritur çadra si punën atyre të teatri apo e tjera, do jetë më serioze, e kanë marrë dhe më seriozisht. Në fakt, ata nuk i përgjigjen kësaj thirrjes së ngritjes së çadrave. Bile një javë përpara, në një parafundit,
kam patur dhe kam shtytur eskavatorin për të bërë një lajm, për të bërë një veprim, që ne jemi kundra, jo se do përmbysnin eskavatorin e 1-2. Nuk më shoqëruan mua ata, banorët. Më lanë vetëm, profesor ta polici, pse shtyhet eskavatorit, ti je figurë publike, po jam i thash. Edhe për ujë, po ta mbajti, thash, hajde më arresto, thash, se po të mbroj ujë e fëmijëve të tuaj, thash, shefit policisë. Edhe nuk ma ndjen fare, nuk kam pikë frike që të vetëm burg për një qëllim kaq fisnik që është ujë, sepse uji është tokë, uji është ujë, uji është pyll, uji është kënet, uji është lumë, uji është rejnë bimësh, uji është ekosistem, uji është blektori, është bletari, është bujësi, uji është ku njerëzia e shef sasinë e ujit në lumë dhe ndërtojnë jetën atje. 37 fshatra ndërtojnë aq banor sa e ka llogaritur mi herë më lartë se shkenca se sa banor dele dhe anë dhe duhet jetojnë në këtë lumë. Ndërkohë ja je merr këtë lumë ti, edhe jep të drejtën e ujit, ja u jep disa të tjerëve, do thuash ti biznese. Po, ata kanë mira mundësi të tjera për të gjetur ujë. Sigurisht kanë harxuar 140 milion lekë të vjetra për një pusit doli negativ, po jam i bindur, po të shpjetur hidrogjeolog të mirë, unë jam një nga ata. Nuk është fjala për mburje, po vetet edhe nuk e them që vetet të gjej ujë, por ka mundësi të tjera pa fund për të gjetur ujë në burimet pranë tyre dhe jo për t'ia marrë. Nuk merret më, nuk ka, janë 6 konventa që ndalojnë marrjen e ujit në ndryshim deviacion të përjetshëm, janë 6 konventa. Dhe mbi të gjitha janë konventa e Lek Dukagjinit ose ligji maleve, ligji i Drisulit, që thotë që banori që është pranë burimit ka të drejtën një në vit të mbylli burimin për të thënë të tjerëve që ti me ujë nuk mund të tallesh. Nësa banori i Shkodrës që ka një pus në lagje, ka të drejtën me 1-2-3 gusht në fatësirë më të madhe, mos i japi ujë banorëve të lagjes, sepse do të thotë që uji ti s'mund të tallesh. Pra, uji nuk devijohet kurrë. Uji nuk merret edhe për ecë, i merret një sasi, e tham, 30-35%. Jo më ta devijosh më shumë se gjysmën në një drejtim tjetër. Kjo është vetëm në Shqipëri. Vetëm këta ti, përfshirë romak, venecian, turk, osman, serb, grek, kanë ardhur, kanë luftuar, kanë ikur, po s'kan trazuar ujin pra. Ndërkohë që atje shikoje shumë pa gra. Këto ambisa që do t'jenë si ato nënat gratë që furnizonin me armë dhe me luftë banorët e veriut 911 kundër serbit apo kundër luftës ballkanike. Nësa grati mund të kishe për kokra 2, 3, 4 gradi. Kështu që kjo është shumë e dhimbshme. Për mua kjo është prandaj edhe vete, prandaj edhe kam një kurajo dhe një zë dhe një shpjegim edhe një përtitur që mendoj se mas e indis, por besim kam akoma, nuk më ka vdek besimi. Kjo është i gjithë. Profesor, si ndjeni që shkoni dhe mbështesni protestën në Kuç dhe në Trajaz dhe nuk keni, po themi, atë aktivizim nga banorët, pra duke si kur jeni vetëm e para dhe e dyta, a mund keni një thirrje për banorët e Kuçit dhe Trajazit? Po, bravo ti. Unë falenderoj për mënyrën e pyetjes. Atje unë kam një bërtham jashtëzakonisht të fortë, që është zonja Lela, Niko Dumani, një doktor me mbiemër Zotaj, janë disa persona me mbiemër Balilaj, kam. Po në fillim ka patur dhe ndryshe nga pjesa Kokës, Tropoj, Has, ndryshe nga dali. Nuk a i ndot nivelin atyre. Shikoni dhe qik shtremt. As misarde nuk thoshtin. Nuk e kuptoni ti që lë gjojeti, bile pati dhe nga ta pyeti. Profesor më duhe se los me 3-4 porta. Unë los me i porti, thash. Që quhet Shqipëri, thash. Por, tham falë më vonë. Sytë e ti, kërkoj skuza ti. Si shumë e shumë tjerë, me mua ti. Shumë do. Por, unë jam i paknaqë. I paknaqë. Me banorët e lumit Vlorës. Duke qënë një nga luginat më të shenjta, më historike në botë, me energji pozitive, lugin e Vlorës. Theth, Valbon, Berat Tomor, Shkodër, Bermosh, janë 4 luginat më të shenjta në botë, me energji pozitive. Dhe ti të umbasësh historinë e të parve, të umbasësh familjen, të umbasësh ujin. Dhe ai thot, më tha vajza nga Amerika, urdhova ba lek dhe i mbro, din për 8, pra i tha vajza.
Nuk i tha instikti i brendshëm. I tha vajza di. Nëse mua nuk më tha djali që kam dhe atje, profesor në Amerikë, nuk më tha ai, po vajta vetë. Herë e ashtu që gruan, e gënjej pozitivisht gruan, jam deri këtu i dhe. E vajta në Vlorë, jo njerë, po 10 herë, edhe vete me të mija di. Ndryshe nga disa të tjerë që marrin dhe projektet. I lumë, punë e tyre, s'ka problem. Por nuk mbrohem në projekte. E të kësë e fort, këto kauza di. Këto mbrohem me zemër, me shpirt. Dhe pakënaqësia ime është që nuk e gjej, bile pata njërës shokët e mi, Amerikë, Kanada, që më thonë që ti flisje dhe sa ta shikonin telefonat. Ata që kishin mendje ke tyt. Lërëm, thoshte, më bërtiste shoku i ngushtë e mos Skënderi nga Kanadaja. Lërëm, mos shkoj me dhe. Gruaja, të njëjtin gjë. Jo, i thash, nuk të rriqem ti. Sepse di që nga kjo vjen kjo. Qa di bëj që e di më dhajtë. Edhe nuk më falet. Një ekspert që di dhe nuk e thot, është akoma me i rrezikshëm se një që nuk e di. Dhe e bëne, nuk e di. I falë zoti Jezus saj. Më falë zoti Jezus se s'di që bëjnë. Nësa mua nuk më falet di. Që kam kaq mbrojtje, 10 vjet që mbroj lumejnë nga shfrytëzimi i energjisë, që është një shfrytëzim barbar që bëhet lumit. Akoma ka inxhiniera dhe vetë kryeministri që thotë që lumi shkon kot në det. Si mos kuptoj dot që lumi bën 1000 detyra nga burimi të bronjave, izvori deri në det, bën 1000 detyra rrugës. Me rrenjë, me ekosistem, me blegtori, me bujësi, me akvakulturë, me turizëm, me lagështi, sepse po mos jetë lagështia e lumit. Ajo brizë detare që sjell rreshjet, 40-50%, duhet martohet me lagështirën që bën lumi, edhe lind shiut, në vranisht, i vranët, vranishti. Lind shiut, po mos vi brizat detare, me fllatit detar, me lagështi i Durrësit, përplaset në lumenjt e Erzenit, në Dajt, lind shiu në Tiranë, njëta gjë në Shkodër. Pra, lumi ka detyra nga më mallore, ka detyrë lumi që ti e quan shkon kot në det, inxhinier, hidroteknik, inxhinier mjedisit dhe thotë që lumi shkon kot në det, dhe këshillon me kryeministri, apo mirë lumi shkon thotë dhe kryeministri, është ignorant, po i falet ignorancë. Po thot Freudi, kur je ignorant edhe agresiv, prandaj dhe e merr, se po ta di zoti Rama, që lumi bën 1000 detyra, ndoshta nuk vendos. Kështu që për mua situata është i kalon çdo lloj epoke historike, çdo lloj epoke pushtuesi. Situata në Trajgjase dhe në Vlorë. Po Trajgjase si më trimati, bravo i qofti aty. Më kanë gati ti, për gjyq, për avokat. Imagjinon doti që ai jetë në gjyq lumin e Vlorës edhe nuk ka një ekspert. Po ka një ekspert si puna ime, hidrogjeolog, profesion, inxhinier mjedisi, avokat mjedisi, 3 fusha, edhe nuk më trasin që si ti mbroj, edhe si e kanë, që e çojnë në gjyq thonë se ne e bëm toni shuam gjyq, po e kanë të humbur gjyqin sepse nuk dinë çka kërkojnë. Megjithatë, le të vazhdojnë këto skena, këto gjëra. Dakor jam, nuk i dekurajoj, përkundazi i kurajoj, por për mua është situatë pushtim neokolonial. Për të dëbuar shqiptarët nga kuqi, nga kjo logjinë e shenjtë historike, për t'i dëbuar përjetësisht këta banorë. Dhe të vinë ta, prandaj e ke dëgjuar kryeministrin vëlla, thirrje Indokinës, çka quhen ata, Indonezisë, për 40.000 punëtor. I ke parë gjitha resortet tona me lloj, si mi kundër tyre, se si jemi racista ne shqiptarë, absolutisht ne i pranojmë. Po Armand që the do bëj 300.000 vende pune, edhe japet 300.000, po japën në Gjermani, në Angli 300.000 për shqiptarë, në Shqipëri nuk ka vende pune. Pra, do të sjellësh, silli dhe ata. Do t'i sjellësh, silli. Po ku do se mos e ke qëllim tjetër, do të ndryshosh gjakun shqiptar, do të ndryshosh ADN shqiptare, do të bësh kufin të rinj shqiptar, do të bësh një ministet që të krijosh Bektashi, që unë jam vetë Bektashi, do të bësh një ministet që të krijosh ministete për Himarën, për Delvinën, për Mitrovicën, për serbët, për grekët, për bullgarët, do kështu të lumt. Mund t'i bësh për sa kohë shqiptarët, flen, mund t'i bësh. Po sa ka bi shqiptarësh ti, s'ke për t'i bërë kurrë ti. Sa ka, edhe pakët jenë, sepse një shqiptar i mirë, pozitiv, luftarak, është sa 1.000 shqiptar të vjetër. Kjo është deviza ime. Apo 10.000, sa duash ti më vëlla, sa e do ti. 100.000, ai që bën një atë shqiptarë. Janë fantasi, urdo. Si e shihni arsimin në Shqipëri? Arsimi është situatë shumë e rëndë. Do të vrasë një komp, vriti shkollën, vriti arsimin.
A i mbylli kryeministri, pa u marrë me politikë, nuk më duhet fare, zoti Rama, fare. S'kam dhe gjë me të më, si person. Por, a erdhin 2013 dhe i mbylli gjitha shkollat private. Unë isha profesor, pedagog, 2-3 universitete private, publik. Qa ndodhi? Ka një shprehje, Viktor Hugo dhe të mëdhenjtë e Francës. Mbyll edukacionin, arsimin, qa bëhet? Hap burgjet. Kjo ndodhi pra. Mbylli shkolla, si ta thëmë në Durrës, në Berat, në Fier, në Tiranë. Ndërkohë që një iri 18-23 vjeç, që do rinte në banë, në klasë, që do gjonte, do mësonte, ku në 100 veta, 20 do ishin shkëlqyer, 20 do ishin të mirë, 20 do ishin çka dhe 20 do ishin dobët. Normal. Po tani që 100 veta ke gatshëm kontingjent për burg, për rrugaçri, për drogë, për ikje, i ketë gatshëm tati. Sepse 5 vjet do ja zije kohën rinis duke u marrë me diçka. Qa do bënte? Do dëgjonte. Nuk dëgjon. Do rinte pranë një profesori, pranë një shoku, shoqet, nga ta 20 shkëlqyer, 20 mirë. Si shrinin atje ku jepim mësimin në Berat, apo në Durrës, apo kudo që kemi dhënë. I mbylli ti. Qa mori? Mori një universitet publik që është shkatruar. Pra ti nuk është e mbyllë privatët, gjoj, privatët ishin njësoj, njëjtët pedagog, si punë e mjekësisë, njëjtët mjek, si në publik dhe në privat. Pedagogët njëjtë bile privati kishte akoma më shumë rregulla dhe ligje për disiplinë. E të njëjtat lëndë ishte në privat. Pse i mbyllet? Po pse që ka qëllim të caktuar kryeministri shqiptar, duke mos qenë vetë shqiptar, ai uren Shqipërinë. Ai uren shqiptar. Po më shumë uren nga Elbasani e lartë. Ke parë në i rrugë i dashur? Në i rrugë nga Lezhë, nga Mirdita, nga Rësheni, nga Kuksi, nga Hasi, ke parë në i rrugë ndërtuar ti? Kurën e kurës ti. Sepse ai uren ti. Dhe arriti me këto metoda që ti dëboj, se shqiptarët nuk ikin ortim një dashur. Shqiptarët dëbojnë me kurse, duke nxjerrë jetën si Çubilloviçi, duke i bërë që të ndihen jo rahat në tokat e tyre. Se fakti që ikën një qytetar me prona, me pasuri, me lek, do thotë që nuk ikin më si 91, 2001, 2011, që ikni për një jetë më të mirë, po ikën dhe ai që nxjihet tjeta për një job, për një taks të padrejtë, që nxjihet tjeta për një vjedhje që i bëhet, që nxjihet tjeta për një gjyq që nuk e mbaron kurrë, që nxjihet tjeta për një spital që nuk e gjen kurrë njeriu në vet për të kuruar dhe shëruar. Pra jam shumë forma që normal zoti Rama jam i bindur, unë vetvete kam bërë dhe libër se si të zhduken shqiptarët. Tamam çka ka bërë Çubilloviçi me 37 pika në 1937-ën, nxji jetër, mërziti, bëhet lehtë për të ikur. Imagjino, një kryeminist thotë që Gjermania nuk ka diell, edhe Shqipëria ka kafe më shumë, le të vinë shqiptarët e Gjermanisë të vinë në Shqipëri. Po Gjermania ka rrugë më të lartë, Gjermania ka mjekësi më të mirë, Gjermania ka rrugë më të mira, Gjermania ka standard që ka ndërtuar vetë më të lartë. Pra ti pse si ndërton këto gjëra? Po i bëre që të ikim, edhe këtu të ngelin të bobektit, e në një si punë jonë, në i trapshu si punë jonë, që kemi thënë vetas të arim, edhe nuk do mendojmë që do ikim as të fundit, po këtu do vdesim ti. Këtu ti ta mësoj, nuk kemi si ata gazetarë që thonë që mësoj djalin në kurse Gjermani që të ikin Gjermani. Ja ti, përkundër me testament, djali profesor në Amerikë do kthehet në mos me gjallë e baban, me vdekjet babaj, do kthehet në Shqipëri atë që s'bëri do të babajin politik vita bëj djali pra. Kështu ta lënë ti testamenti ti. Edhe s'ka mundësi djali të thyet testamenti, nuk ndot kurrë ti, sepse s'ka për të ecur kurrë në jetën e vet. E kam thënë kaq herë. Nëse ti ke kolektu këtu gazetar, ke sa duar që porosisin që goca djali kurse gjermanisht ti ikin nga ky vend. Edhe e përtasje, po mirë që e bën, po pse e thua? Pse e thua? Ç'është ky model që do të bësh? Kështu që unë jam kësaj pyetje që më bëre, jam me të vërtetë shumë i deziluzionuar që këta vran arsimin. Ç'a bëri Mithat Befrashti? Djali Dajs, si qyshi tim. Ç'a bëri ti? Pasi e mua dhe e vran në Boston. Edhe tha një fjalë të vetme, arsimoni populli. Ç'a bëri jati ti? Pasi e shqynosën Abdul Frashti. Ja ku është Abdul Frashti? Ja tek ja lart. Merre çiku von. Ja tek. Daja e gjyshit. Arsimoni populli, tha Abdul Frashti. Atëherë një popull i pa arsimuar,
Atë do ndihet keq në Angli, do ndihet keq në Gjermani, do ndihet si sklav. Nëse një popull i ashtë mua kur ditën e parë ka keq një grek, një serb, një gjerman, një angles me mua ditën e parë. Kur shikon historinë që mbron vendin, atëherë ai ti rrit respektin 1000 herë. Sepse ky mendon ai që do kombin e vet, edhe kur vjen Gjermani do mdoj mua se s'bendi. Dhe kundërta, shqiptarët bëjnë shajin bashkë me Shqipërinë, shajin kombin, nuk njohin asnjë nga historia e tyre, është e çuditshme mos njohësh asnjë vlerë të shqiptarisë. Është e çuditshme kjo gjë. Edhe kur ja thua, nuk beson. Kur janë të shkruara, që të gjitha janë të shkruara në për enciklopedi britanike, gjermane, franceze, italiane, janë të shkruara. Edhe ti ja thua, edhe ai s'beson. Sepse 500 vjet pushtimi Osman, plus 40 vjet pushtimi komunist, plus 30 vjet tranzicion pa kuptim, edhe shqiptarët nuk dinë kush janë, ç'vlerë kanë. Kështu në të kuptim, kjo është arsimi që e bën këtë gjë. Arsimi këta e vranë qëllimisht që ti ngelesh një orand, i paditur, i panjohur me rrejtë e tua, që ti kesh mundësi ti paditësh pastaj. Nëse ti i njeh, thot Idris Seferi, po e njojtë një gjë, e do. Dhe kur e do një gjë, e mbrën. Këta nuk e njohin, e nuk e duan. Çfarë do mbrojnë këta? Kjo është thirrja ime që bëj për shkak të mungesës së arsimit. Ajo duke që Shqipëria po bëj gjithnjë më shumë, po themi, tërheqjes për të huajt. Po, kjo është meritë jo e qeverisë. Nuk kam gjë me qeverinë, para absolutisht. Kjo është erdhi koha. Kjo është meritë e natyrës ka Shqipëria. Pa ta nuk e njihnin. Ata në fakti që u hapën dyert, edhe vinë angles, gjerman, francez, italian, nuk kam shpinë time mberat. Vinë 2000 veta në ditë deri ke pragu i shtëpisë. Ata vinë se i thet një dil i brendshëm, i thet një gjak zero negativ. Ata që kanë gjakun zero negativ, që kanë kafë të madhe, që janë simpatikër, që kanë EV13, të dalë nga pelgu Arban, Durrës, Tomor, Theth, ata që kanë dalë që këtej, ata vindë. Vetëm ata vindë, i tret gjakut. Ai nuk e di pse vjen, unë ja them shpesh turistëve, ti nuk e di pse vjen. Po ti vjen pikërisht në barazë të kujtuar historia të parëve. Pra, vjen se kuptuan që Shqipëria është hapur më shumë. Ka një gjësi gjeografike të shkëlqyer, një qendër e botës, Tomori, Lugin e Vlorës, Thethi, janë qendra të botës, pika shumë pozitive nevralgjike të energjisë. Dhe jo rastisht që kisha dhe para, paleo-kristiani janë ngritur në Shqipëri. Edhe Vatikani parë ka qenë në Shqipëri, omik. Ka qenë 500. Jo rastisht shqiptarët shkuan ndërtuan Vatikanin, atje në Rom. Jo rastisht ndërtuan shtetin e parë, San Leo dhe San Marino, ishin shqiptarët. Jo rastisht ky popull prodhoi 8 pat, ku një nga ta është brenda në Vatikan, Papa Klementi XI. Jo rastisht himnin krishtërimit është Niket Dardani. Jo rastisht ai përktheu Biblën në Vulgatën në latinisht është shqiptar. Jo rastisht kodliku i parë në botë është shqiptar. Jo rastisht kodliku i parë. Jo rastisht perandoria e Bizantit që e quajnë tati, këta mortet që e drelin, perandoria arbënore. Jo rastisht ai që bëri besimin krishtian e bëri zyrtar, ishte Konstantini i Madh nga Nishi, deri ke Konstantini IX. Në 1453 që i tha, unë jam i nëndi Konstantin, tha i shqiptar, tha i hap gjurmuzak në libër. Edhe është thënë, tha, të tjerë të dorëzuan. Qa kishte greke, të tjerë të u dorëzuan të Mehmeti, ky tha do luftoj me djemtë e mi, edhe luftoj, djemë kuptimin me ushtarët. Edhe ky ishte Konstantini IX. Jo rastisht janë pa fund bëmat e shqiptarëve deri në vitet 1878. Qa ndodhi? Thjesht ai që quhet Bismarck e coptoi për parë Shqipërinë, ajo që quhet Londër 913 e coptuan akoma më keq, dhe pastaj vjen ajo që e coptoi komunizmi ose nuk njojti vlerat e shqiptarisë, dhe sot jemi në një ditë që kemi shumë nevojë për të njojtur rrenjën, për t'i spërkatur, për t'i vaditur, jo me pesticide, po t'i vadisim me vlera shqiptarie. Kështu që në kuptim, kam përgjigje të testoj që turizmi është i tillë që ai vjen njeh rrenjtë e tij, ai francezi. Sepse sipas enciklopedisë franceze, ishin këta i lirë që i mësuan popujt e atërshëm në Francë se si të gatuanin, se si të varosin prindit, se ishin me gjethe, lisi atje, ishin me gjethe ata atje. Edhe ke enciklopedit nga 1200 kohës Trojës
deri në 300. 900 vjet ju deshin live të mësonin atë popull, se si të gatuani. Po aq ke në Bavari, bujarët, i lirë. Po aq ke në Austri, ke toka i lirë. Pra kanë qenë dikush. Sot i detyruan që të jenë askush. A do vazhdojmë kështu? Jo. Njifiu, studioj historinë tënde, edhe ti s'ke 3% të librave të historisë flasin për arpënore shqiptare alban, se 97% flasin për Greqi, për Helenë dhe për Romak. Kur si amfiteatro dhe teatrot janë shumë herë më të vogla se amfiteatro dhe teatro këtu në Iliri dhe në Epir. Finiqja është 3 herë më i madh se amfiteatri i Atinës. Çfarë do thuash për? Si ka mundësi do thuash? Si pyesin arkeologët? Butindi është 3 herë më i madh, Bylysi është 3 herë më i madh se ato në Athinë. Si do thuash? Që janë ta shqiptar. Pra, në të kuptimin e na duhet shumë jo vetëm arsimimi, po edhe turizmi, që është një arsye që e hapa turizmin në Beratëm, edhe si qendër muzeale historike, Aur, Ruc, rrejnë tona, po jo tona si Shqipëri, Albani, po edhe të vetë europianëve. Me kujdes, me iq mu errësirë është parimi, ndiqo sallopak, get off my back darkness, hiq mu errësirë, shprehja në frashit. Kjo do t'jetë për çdo shqiptar. Hiq mu errësirë, edhe pakës drejt. Prandaj ka lindur Qiriri në frashit, pakës drejt, avash do të përcjellë, do kohën e saj. Profesor, sa të sigurt janë shqiptarët kur blen produkte ushqimore? Kjo është çështje tjetër. Është shumë e rëndë, përsëriti. Si ka mundësi më vëllai? Duan dhe zordi, edhe një qumë Sherzeniti. Më falë që po i themi. Po kur e mësova që balqot e tij në qendra të mëdha në Vlorë, në Berat, punojnë me qumë shplurdi, po nuk ta fali, Erzen. Qoftë edhe ti tjetri. Që të më japësh qumësh, plurdi. Më thoja dhe, po, atëre po i kujtoj emrat e tyre, të gjithë këta që janë. Më thoja dhe, kaq % plur, kaq % bërmet organik. 100% plur. E marr vetën, e zgjedh vet. Po të më shesësh qumshin plur për qumsh organik, këta nuk ta falin. Dhe nuk është rasidi, jo nga qumshi vetëm, por nga shumë tjera, që shqiptarët kanë një gjatësinë më të dobët në botë. Sepse bashkohen disa ndoti. Qofse marinca ka ndotën e naftës, pastaj të incineratorit, pastaj të tetë që i do krijohet, pastaj të ushqimeve, pastaj të pesticideve, dhe trupi një armik për ballon. Cigarën vetëm, ndotën e arit vetëm, po jo edhe ndotën e arit, ndotën e ujit, ndotën e toke, edhe pesticide, edhe incineratorë, edhe ushqime e tjera. Nuk i përballon dot trupit. Prandaj mosha mesatare në marincë është 57 vjeç. Po tani ty po të vdesin të rinj 9-50 vjeç, sëmundje me zemrën 9-45 vjeç. Ndoshta edhe nga ajo që njerëzit kanë humbur përqendrimin. Nuk rinë drejt kur flasin. Njerëzit nuk rinë drejt. Njerëzit merren me çete që unë ja kam ndaluar duni për vetmi, i binda. Në moshën 6 vjeç sot i binda që deri 20 vjeç as 1 minutë me telefonat. Se telefoni ka një fushë, kam një libër aty, fusha elektromagnetike, që ka telefoni të paktën baje 30 cm larg, të paktën mos flime telefoni, veçara biseda, mos flime telefonin pranë, në gjumë, se gjumi është në qetësinë tim më të madhe dhe thjesht më tepër. Të paktën mos e përdor telefonin në 25%, mos e përdor në 25%, o i uruar, o pop, mos e përdor me sa ai do të ti bën më shumë dhe kur ti të bën më shumë, që është në minimum, ti të truriot më shumë. Po mos e mbajnë gjie, po mos e mbajnë xhep, siç bëjnë gocat e gratë, mos e mbajnë gjep, mos e mbajnë ato sintetiket, edhe të ngushta aty, edhe sintetike, edhe telefonin ato si, për trupi i madh, mos dish ka gjera aty. Në këtë kuptim, sa më pak skane, sa më pak e zhe, sa më pak e hiç fare, po thuajse. Vetëm ku ke ndonjë thyrje, ku një që mund ndodhi aty. Fare për gjëra. Ç'ne romatizma me skanere, me ç'ne romatizma. Ma shpëton ndodhi më çali dhe ka romatizma aty. Kur skane, plus që ke marrë helmeti, skane i aktivizon ato nga brenda aty. Si punë e mikrovalës, që e ngroj gjellën, e ngron nga lenku, nga brenda aty. Me 1.000.000 hertz për sekond e ka shpejtësinë vala që shkon gjellë. E ngro, edhe ti ngroj gjella nga brenda me mikrovalën, me rezonancën, me hertz. Por nuk ngrohet si sopë që ngrohet nga jashtë. E njëjta gjë në helmet e trupit ti vetë bën skaner pas.
ti edhe ke elë me trupin nga ilaqet e shumë da, bëndë skanri, ti shpëndaj skanri ato, ta i mojë gjithë trupin. Pra, shë sa kujdes e duhen në këtë kuptim. Megjithatë, Shqipëria ka ende gatimet mira, gatime bio, ruhen në përfshatra, agrobizneset, ruajnë, por kujdesi duhet të kjo çudi dhe këta pjesa që jeton në fshat, këta ndoshta e bëjnë për inati. Këta nuk gjejnë dot kënaqësinë e pritjes në qytet, edhe më duket se fshatarët i, në kuptimin e zhargonit, më duket se akmerën dhe. Do ta ha unë, thotë ai, 2 mg pesticid. Do ta ha qytetari, thotë ai, 10 mg pesticid. Mund ta bëjnë për inat ata aty. Këta ndoshta më duket se e urrejnë qytetarin. Prandaj unë do ndryshoj sjellja që diktatura i mësoi fshatarët njerëz të pablefshëm. I la me mishtrisht e misi. Dhe në të kuptim ata u zvogluan si njerëz. Gjunati. Që mund të quash ti Cakranin, ta quash fshat, kur aty ishin qyteza, janë 3 monedha djetra, dhe sot kanë hequr tabelën e Cakrani qytez. Po to fshatat shqiptare kanë qenë që gjitha qytete. Nuk ka fshat në Shqipëri mos ketë kalat. Nuk ka fshat në Shqipëri. Që mos ketë janë qytez, po jo fshati, po e bëri diktatori fshat, apo edhe turku, që ai të kishte mungesë digniteti. Dhe kur shkon në Greqi ai, Gjermani fshatari, në kuptimin e pa e ofenduar, e haron shqipen kollaj, me një brese nuk i mëson fëmijëve gjuhën shqipe ormik. Turpi i madh. Ndërkohë breshët, fisnikër, lord, bujar, akoma flasin shqip, sot ishin fisnik ata që ikën. Ata ikin pa dignitet. Edhe i quhet kultura greke, që puna e njeriu tim, që unë zisa të kthej përgjigje grekut ku më pyet për një gjë që është 100% shqip ajo gjeti. Kostumi i Mariot, 100% shqiptar kostumi i Mariot. Kenga i Mariot është shqip 100%. Edhe ai thotë vën ekspozit kostum grek, e vëllën pull postare. Edhe ti nuk di të përgjigjesh, sepse s'ke mësuar në librat e historisë, po ti s'lexon as vet, po ti nuk ble as libra. Jeni këta që vinë nga jashtë, që unë i provokoj ke shtëpia, këta nuk blen as libra, mo që të mësojnë që të ketë respekt më tepër ai atje ku është. Shefi gjerman, shefi anglez, shefi grek, që të ketë respekt më tepër. Pra, gjëra të tilla me edhe pyetje që më bëre është jashtëzakonisht hyn dhe ushqimi. Dhe ne mund të mbajmë ke turizmi duke bërë një mungesë totale të energjive të fabrikave të qendrave të rënda, s'kemi nevojën për ato. Dhe ne ke turizmin, ke historia, dy janë shtyllat, edhe mbarova ti. Turizëm dhe historiti. Gjuhë është brenda historisë. Me këto dyja ne do mbajmë. Dhe ai do vi kësaj radhe vjen si turist vjen si turist për gjeografin, lum, det, mal afër, kish xhami afër, pa ai do vi nesër për historiti, se do kërkoj rente vet ai. Kjo është Shqipëria, turizëm dhe historiti. Gatimi është normal, kulinari, është pjesë se shqiptarët janë në 10 mjekët, 10 gatuesit më të mirë në botë, 6 janë shqiptarë. Një nga Maqedonia, një nga Kosova, një nga 6 janë shqiptare. Kupton ti që është kulinaria shqiptare? 10.000 vjeçare ka ditur të gatuaj tavën e Kosit që gjendet ke faraoni në cep atje në Egjipt. Gjendet fjala tav, fjala kos dhe gjendet e recepturat. Egjiptologu Zaharia. Gjen 3 gjëra shqip atje, nuk e dinë nga kujtjanta. Gjeti në Elbasan tav, gjeti fjalën kos, gjeti dhe recepturën, si bëhet tav e kosit. Pra, këta janë shqiptarë që shkojnë në Itali për 2 javë, për 2 muaj në farë, për 2 vjetë, edhe mësojnë që bëjnë makarona, pasta, më mirë se italianët. Pse? Se ka gatitur ta gatuan një, ka brenda, vetëm sa e kujtojnë në Itali dhe në Gjermani. Gatuan më mirë se ata. Pra, kjo është fryma që shqiptarët mund të vlerësojnë vetveten edhe të bëjnë një përpjekje për të sjellë të kaluarën në dijet e sotme. Edhe pse, po themi, është futur pjesa e fushatës elektorale dhe shumë parti po bëjnë fushatë elektorale, juve nuk kemi parë të angazhuar në për fushatë elektorale. Por e bëre mirë që pyete, se dua ta sqaroja për 2-3 minuta mbas e mbledh situatën. Unë futa kam hequr dorë përfundimisht nga politika, sepse nuk është koha jonë. Nuk e mendoj vetëm të mençur, të ditura, të mathe. Jo, nuk e kam të kuptim. Po unë tentova 2005 deri 2002 vjet përpara kryetar bashkie në Berat, kryetar bashkie në Tiranë për president, po edhe për president, jo se do bëhesha president. Po vendosa i stek që një president do të jetë kështu.
gjodhe presidenti tjetër, do e shikoni ajrin. Dhe ai presidenti ashtu të ngre telefon, 1. Kse përgjigjen letra, 2. Kurse ke për hallet e popullit atë, për çfarë duhet ai presidenti? Pra një president, unë po të isha, do bëja këto gjëra, që do i përgjigjesha qytetarëve, do kundërshtoja parlamentin, po do ta bjen diskutim një mendim të pa diskutuar në parlamentin, do ta bjen diskutime. Asgjë s'bën nga këto ai president. Nëse vim ke pyetja juaj, që duke qenë në këtë pozicion ku ka mundësi të bëj politika për politikën, jo të merre me politikë vetë, po të ndërtoj politika, mekanizma, teknika, se si politikanët duhet të jenë të sqaruar, të ndriçuar dhe me anë të këtyre politikave që ne grupi, le të themi, grupi mendimtarëve, grupi shkencëtarëve, grupi eminencë, po ta quaj veten, që se në të mosh, them se di, më shumë se 65 vjeç, në këtë moshë 70 vjeç, më shumë se 60. 10 herë më shumë se 55 vjeç, shumë herë më shumë se 40 vjeç. Po sot i ke të rinë, 30 vjeç që hapin kemët për dukur të mdhenjë. Edhe merren ata me politike, ku një X drejtor në një qytet caktuar, o të bësh deputet o s'ka, po pse profesioni është deputeti? Deputeti që ti nuk do dhe populli zgjedh ty. Sot kërkojnë plot veta të më zgjedhin, nuk duat. Kur desha unë s'ton të populli, tash i dua populli, s'dua unë. Edhe u futa një javë, jo futa unë, por partia që unë kam dorëzuar, grupi të rinjve, s'kishte marrë mendimin e gjykatës, edhe ndeti një javë emri im në këtë pjesë të koalicionit. Po pati shumë njerëz që vollën vrerë. Profesor Shazani u bë me çaj quhet ai Marioti, ai era deputeti. E para di. Që koalicion apo aleancë, në aleanca quhet aliazh, lidhet Qymyri me Hekrin që bëhet Çeliku. Pra ai mund të jetë Qymyri, unë jam Hekri, mund ta bëja unë atë për vete. E bëj unë atë për vete. Brenda atje, në gjithë. Po ti isha unë në politikë. Shumë mirë që ti isha brenda koalicionit. Se do i dërmoja dhemat atij. Qofse ai kërkon të bëj asociacion i Mariot. Do i dërmoja dhemat brenda. Sa kështu e kam më vështirë nga jashtë. Pra, në të koncept, ju shqiptarët, që më menduat, profesori u bën koalicion me Berish, me Krip, ç'po duhet më koalicion? Koalicioni është një rrugë për të shkuar nga Zyra ku jam unë këtu tani me ty, deri ke 15 kaç. Kjo është rruga e koalicionit. Pasandaj ti më vë mua ndyshim sovranitetin tim, më vë dinjitetin tim dyshim që po të bëhem unë me Berishin koalicion dhe unë do ndryshoj, Berisha mund ndryshoj, sepse dua unë. Ai Beleri do ndryshoj, që s'ka për ta bërë kur atë i marr, aso sa kur sa të ketë bi Shqipëria, për ta bërë atë asociacion i marrë, ç'ne i marra të kthehem ty si gazetar. Ç'ne i marra minoritet. E kupton dotje? Që thotë 1834, 855, 878, 913, gratë i Mariotja flisin vetëm shqip, 100% e grave. Burrat që bënin tregtim me Italin, dinin italisht, dhe burrat që bënin tregtim me Korfucin, dinin greqisht e qarë. Ç'ne minoriteti marrë atje. Ndërkohë që Shqipëria, kemi thënë bashkë, e përsëris për shqiptarët, është një vend që s'ka mundësi kur të ketë minoritet. Këtë e thotë edhe zonja Merkel. E thonë dhe shumë tjerë studiuesa europianë. Sepse kufizohem nga shqiptarët e Kosovës, pun ka minoriteti serb në Shkodër, po jave Shkodër. Minoriteti malazes, ku ka marrësinë e madhe. Malazes janë marrësi e madhe, janë malok, marçor, si e do ti? E do kështu ti? Marçor. Ç'pun kam të kemë un minoritet Montenegro. Po e Montenegro nuk i thon marrësi, po marrësia nuk është Malizi. Marrësia, se e bëhet zë. E do bë malazese, po s'është malazese, janë shkëmbin zi. Sepse marçori jon, marrësia u quhet Marzi. Edhe pastaj u quhet Montenegro. Pra, shqiptar. Po bullgarët nuk i kemi Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë në mes, si kanë shqiptar. Po me grekun, a kemi çamët në mes apo jo? Ç'ne greku e ka kufirin te Thana, nga Karnia deri në Athinë, po le të themi, ku kishte fare mesjet. Nga u gjetën minoritar grekët në 1913 që u gdhin minoritar, që ishin buqit, lektorët, Qali Pashaj, Gjerokastriti Libohova, i kishte marrë për të mbajtur dhe për punuar muret e Baqes, apo për të kullotur dhit. Edhe këta në 1913 e 14 më sakt, u gdhin gjithë 38.000 minoritarë, që ishin të ndryshëm, ardhën nga Pondus, nga Pindus, nga Anadoli, nga Stambolli, nga anës, edhe erdhën formuar një komunitet që ishin buqë, e këta u gdhin minoritet. Kështu që në kuptim, jo i mara, po edhe Derbiqani, qofse ka ndonjë një pjesë
minoritari, e di kush janë minoritarë në Goriçanëre? Ata që të boj greku në 1830 pas revolucionit. Ata që luftuar Himariot me Andreushit, generalin e matë Ali Pashaj, generalin e matë Kollokotronit, ata që luftuan dhe greku nuk i pranoi këta në 1830. O i vrau, o i dëboj. Dhe erdhën një marë, po sigurisht dini greqisht, sepse kishin luftuar dhe dini diçka andej. Edhe këta që janë Derviçanë, në Goriçan, janë gjithë që shqiptarë, që shtërgjyshit tyre ka luftuar në revolucionin, edhe jo revolucion grek, romik. Kryengritje shqiptare. Nësa revolucioni 827 është revolucioni jakosur grek për të vrarë ata që luftuar në 1921-1927. Pra ka konceptet mëdha të ndryshme. Në 1921-1927 është kryengritje, shqiptarë është kundër turkut, në 827-820 është revolucion i jakosur grek. Derisa u emri shtetit grek, sepse 10 Fidesz Shqip në parlamentin grek, që këto dihen gjithë talik. Pra në kuptim edhe pyetja juaj që politika për mua, një politikë jo e kohës për njerëzit që pretendojnë që din diçka, thon diçka, janë të vërtet në diçka, edhe vendosja që mos jem pjesë e politikës, por nuk do resht pa i këshilluar me politika, këta politikanti që kanë nevojë shumëti, kanë shumë nevojë çket. Bile ndonjëherë janë dhe gjunati, sepse nuk din të flasë. E pe një deputet në Shkodër, zinë dhe flisë. Ka mbaruar 3 shkollë, zinë të flisë i shkit. I pe apo jo, është e dhimbshme apo jo. E ti të jesh një kategori në një tavolinë me ata. Mirë është të jesh, me të drejtën. Mirë është të jesh, sepse larg profesori, larg doktori, larg ai pedagogu, larg intelektuali, larg ai, atëherë ligjet e fizikës janë s'ka bën boshti. Po u largove ti, do vi tjetri. Ky është ligji i fizikës. Nuk ekziston boshleku në fizikë. Kështu që ti ikën vin ata, normal, ose guxot. Po unë them që s'ka ardhur koha, masë të tjerë mund ta bëjnë fije. Profesor, shumë faleminderit për intervistën.